Në Mjed, një fshat I vogël në Vaun e Dejës, një 26 vjeçar po realizon një ëndër të veçantë. Marko Prendi, biolog I diplomuar në biologji mjedisi, ka hapur kopshtin e parë të fluturave në Shqipëri, një hap I rëndësishëm për natyrën dhe edukimin. Momentalisht unë mundem me rritë 6 lloje flutrash. Zona ka të 20 specie, 20 lloje. Të 20-at mundem me rritë. Po kjo do vije gradualisht, hap mas hapi, se duhet se cila specie ka kërkesat e veta në fazat të ndryshme të ciklit tyne. Synimi është që me pas kapacitetin që me prit shumë njerëz njëkohësisht, me dhanë gujt për flutrat, për atë që bëjun me flutrat, me pas një hapësinë që t'jem në një zonë të qetë e rrethuar për natyrës. Qëllimi I Markos është ta shndërrojë këtë kopësht në një fermë moderne fluturash, e para në rajon që do shërbej për turizëm, edukim dhe kërkime shkencore. Më erdhi një shtys që më bë dhe unë një gjë të veçantë, gjë të re për vete normal, po ashtu për natyrën edhe për komunitetin. Mi dhon një emër fshatit, mi dhon një emër turizmit, Shqipnisë, një gjë të re për vendin. Filloi gjithçka nga frymëzimi në Instagram, njohurinë kam marrë në fakultet. Aty u bën një miksim midis shkencës, artit, pasionit. Dhe doli kjo. Ai shpjegon se fluturat kërkojnë shumë kujdes gjatë fazave të tyre të rritjes dhe shumë kohë. Janë krym ushqehen edhe aty për 1 javë e gjys, mund të shkojë edhe 3 javë, varet në bazë të kushteve dhe sasisë të ushqimit që kanë. Mrapa mbyllen pup, edhe te pupa aq, pak a shumë te 1 javë që rrin pup, kur është sezoni I tyre, kur është gjatë verës. Kur është gjatë dimrit, rrin gjatë gjithë dimrit, domethënë 3 muajshin e dimrit rrin fazën pup. Kurse këto, posaçërisht kanë 1 javë pup, edhe tash I kanë dalë. Kanë dalë edhe do I lirojmë, do I lëshojmë. Kopshti është hapur vitin e kaluar, por që tani ka marrë vëmendjen e turistëve dhe vizitorëve.